minuta. Minuta. Drita dizën, zëri ju dëgjohet. Historia nis një moment, një emër, një rëfim i vërtet. Këtu fama flet pa mask, drejte në thellë gjedhe Kristina në mikrofon. Pyetje që godasin, vabe që s'dalon. Rubrika të ndryshme, tema pa kufi. Nga jeta reale të ëndra që rritë çdo dit. 5 minuta fam, mos e humb rastin. Çdo episod një zë që lë gjurë në kohë. Qesh, mendo, reflekto. Tu çdo histori ka bandin e vet bro. Vetëm 5 minuta për tu dëgjuar, por mjaftojnë për tu mbojtur me në gjatë. Mere sytë mi unë ti kam fal. Mere i ma shpirë të gjitha ti fal. Po ti jap mos pyet, po ti jap. Se të duhen kur unë nuk jam. Se të duhen kur unë Nuk jam. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në 5 minuta fam. Fillimisht donim t'ju falenderonim për gjithë suportin dhe mbështetjen tuaj në nismën tonë të re. Shumë faleminderit, faleminderit. Bëm shetajer. Tema për sot është një temë që prek të gjitha grup moshat, ku duket se rrjetet sociale kanë zbehur kuptimin edhe vlerën e vërtet të jetës së gjithë secilit prej nesh. Me që jemi të zbejat, edhe ti nuk është më zbes thot. S'jam mirë shumë. Çishte kjo zbes? Je shumë zbes. Shumë zbes thot. Por, para se të kalojmë tek tema, ne do kalojmë pak tek bëmat e javës, tek thashë temat që mund kemi dëgjuar këtë javë dhe çfarë ka bërë. E kaluar e bëri, i bëra një pyetje i thash, je shumë zbet. Nuk jam lyer aq shumë, sot jam pak më natyrale. Ah, do të jetë natyrale sot. Ti origjinale. Ja ku po vjen ajo, do ka 14 Tani, që të kalojmë pak tek bëmat e javës, që mua më kanë bërë shumë përshtypje. Janë këto 3 këndçat që po Ç'o ishte kjo? Po. Ku t'ja ndërpretit djalën? O ti jo. I ka dhe. Tani, ka mundësi ta bëjmë këtë emisionin? Ledion të lutem dua ta nga shtëpia e Big Brother. Tani, Ledion, kush e ka thënë këtë perlen e para? Nuk e mbaj mend. Fifi. Fifi Mos ma luj Fifi. Fifi e bëri trend. Mos ma luj Fifi. Edhe tani si Fifi. Arbana dua të lë shtëpinë sonte. E mos ma luj Fifi. Fifi është kokorrylli. Ashtu. Është kokorrylli. Se marova Masteje, u tërbova, masteje, veten harova, masteje, prek ma shpirtin nëse do t'i theje. Nëse nuk kemi as kohë të prekim shpirtin tani, por që të jemi tek 5 minuta fam. Vazhdoj. 5 minuta fam. Fifi të duam. Qa kere? Pritashi, kalojmë tek, se thash 3 herë, do kalojmë tek Po mirë, bëjmë edhe 4 herë, bëj edhe herë. Se mbrave mikrofonin. Do kalojmë tek bëmat e javës. Janë këto treshet që janë bërë në Big Brother, ku kemi të përfshirë Limin, Albën, Dolçe. Lim! Limi! Që është tek Big Kosova dhe tek Big Brother Albania është Stelina, Casey dhe Ina. Kjo tresha e fundit duket se është zbehur pak, nuk është më ajo tresha që ishte në fillim, sepse Stelina është shmangur nga ky trekëndësh dhe duket se Casey me Inën po fillojnë të afrohen me njëri tjetrin dhe të krijojnë pak romancë midis tyre. Kurse, për sa i përket Dolçes, Limit dhe Albës, unë nuk dua të ndalem te këto 3 këndçat, se nuk është se më bën shumë përshtypje që ekzistojnë akoma këto 3 këndçe si në rrjetet sociale, si nëpër televizione, si në botën tonë reale, por më bën përshtypje se si dreqin këto vajza nuk kanë pak dhimbshuri për njëra tjetrën dhe para syve të asaj vajzës që është e dukshme që për shembull e do akoma Limin, ato bëjnë ato skena. Unë kam vënë re që ka ardhur një kohë që çdo njeri mendon vetëm për veten. E kupton, kjo gjëja mua më të tremb. Më tremb vërtet shumë, sepse unë jam një tip që kur e bëj diçka, para se ta bëj për veten time, e bëj për dikë tjetër. Po, e di kush është pyetja që unë kam në kokë, është fakti që a ekziston vërtet feminizmi në kohët e sotme apo është thjesht një term? Do të thënë, si ka mundësi vajzat
në kohët sot kërkojnë feminizëm dhe gjëja më thelbësore që duhet të bëjnë është të mbështesin njëra tjetrën dhe nuk e bëjnë. E kërkojnë feminizmin sikur të jenë në garë me meje shkujt në vend që ta kërkojnë për të mbështetur njëra tjetrën dhe të jenë krah njëra tjetrës. Kupton? Nuk e di, mua nuk di çfarë të them për këtë pjesë. Nuk është se më bën shumë përshtypje për shembull trekënçat. Okej, ka trekënça, por ku është dhimbshuria jote si femër, empatizmi jot për atë tjetrën që ti e shikon duke qarë me dënes dhe në obor bën skena aty përpara syve të saj me atë djalin që ajo dashuron. Shumë e thjesht, nuk e intereson fare. Nuk e di. Pastaj doja të dilja pak tek opinioni i Leonora Jakupit që ishte pak me nota para gjykimi. Ajo foli si në zërin e popullit, sepse ajo tha se çfarë gjithë publiku mendonte, por sa profesionale është ta thuash në ekran ti nxen burra më shpejt se nxen gjumi. Jo, për mendimin tim ishte pak e tepërt për të thënë. Pak e tepërt, po e kuptojmë se ndoshta ka qenë e revoltuar. Normalisht nuk mund ta anashkalojmë dot këtë pjesë, por që as nuk mund të falet si gjë, sepse jemi normalisht je në live. Po, e kuptoj. Unë personalisht e kam postuar në story edhe kam thënë bravo Leonora, por... Bravo! Por, e postova sepse ishte vërtet mendimi im real, po nëse unë do isha... Njeri me dy fytyra. Prit ta them, nëse unë do isha në atë karrige ka një lloj përgjegjësie, prandaj e theksova që ai opinion është pak i tepërt kur je në rolin e opinionistes, por ajo foli me zërin e popullit dhe të komenteve. Ndryshe nga Olta që është pak më profesionale se sa ajo dhe i jep mendime të bazuara në lojën e banorit dhe jo të paragjykoj banorin. Pikërisht unë, nëse do isha aty në opinion, domethënë të jepja opinionin tim, unë do flisja si unë, jo si publik, sepse e kam atë vend për të marrë mendimin tim të tjerët. Kupton? Jo opinionin e publikut. Tani të qëndrojmë pak në vendin ku na është dhënë. Patjetër. Tani me që dole këtu që do jepja opinionin tim si unë, jo si publik, ke thënë fiks atë fjalin që tha dhe Monika tek Big Brother VIP në Shqipëri, se kaluam te Big Brother VIP në Shqipëri, që ja tha pikërisht Alketa Vesiut, e cila ishte krah Ledionit këtë javë dhe ishin shumë bukur bashkë, na kanë pëlqyer shumë, të gjithëve i kanë pëlqyer. Ishte, nuk e di, ishte diçka që nuk e prisja. Vërtet që nuk e prisja. Kur e pash postimin në Instagram, mendova wow, çfarë mund të ndodhi mes Alketës dhe Ledionit. Që të dy janë tepër të mirë. Po, janë shumë profesionale. Alketa njëherë është, nuk di, një ndër më të mira do thoja. Ledioni gjithashtu dhe Ledioni ka atë identitetin e vet që gjithmonë do bëjnë i batut, do bëjnë i shumë autentik. Autentik. Po. Dhe më e bukur është që të dy këndojnë. Po. Që të dy këndojnë. Këndojnë dhe që unë e di që Ledioni ka dalë nga ethet, po, nga ethet të premtes. Wow. Dhe mos harrojmë që mua më pëlqeu vërtet shumë ai momenti ku Alketa Vesiu është gjithmonë mirënjohëse ndaj njerëzve që e kanë zbuluar dhe e kanë suportuar dhe vazhdojnë ta suportojnë akoma. Ajo ka përmendur shumë herë Vera Grabockën që është pafundësisht mirënjohëse për atë dhe gjithashtu falenderoj dhe Dritan Hoxhën që ai e ka zbuluar si talent tek Top Albania Radio, ku kam qenë dhe unë. Në hapat e mia të para. Sigurisht do nxirrte veten, se s'bën duhet jetë epiqendra këtu te kjo. Ska, nuk ka kështu fare. Tani, jo, realisht edhe unë jam shumë mirënjohëse për eksperiencën time aty, besoj se ti je shumë mirënjohës për eksperiencën tënde me Alketën, me Verën, është shkollë. Çfarë ne kemi mësuar është shkollë. Mua më kanë rritur vërtet shumë. Më ka rritur. Kur them më ka rritur, më kanë rritur, sepse unë para se të shkoja në X Factor, unë kam pas shumë probleme, kam pas probleme me vetbesimin. Akoma i kam, por nuk i kam aq të theksuara sa i kam patur. Dhe gjithashtu unë dua të falenderoj dhe Ledionin gjithashtu, sepse unë kam qenë në Voice. Po. Dhe Ledioni më ka suportuar vërtet shumë. Por gjithsesi, prap nuk e ndaj dot Alketën, më vjen shumë keq, por Alketa më ka ndihmuar vërtet shumë, Vera Grabocka gjithashtu. Nëse, mbaroj me falenderimet. Gjithsesi, falenderimet janë shumë të bukura dhe të ëmbla kur është mirënjohja në mes dhe vazhdon akoma të ketë mirënjohje, të ketë respekt nga ana e Alketës dhe shkon gjithë qef në një televizion që nuk punon. Dhe më pëlqeu pafund kjo. Por nga ana tjetër nuk
e lapa e ngacmuar pak Ledionin tek Arbana Osmani. Vetëm pak. Alketa të dua! Dhe, Jo, vërtet mua më pëlqeu ajo pjesa. po nuk e di tani si ja ka thënë nota shakaje, ja ka thënë tendencioze për kunj, apo sepse vlerëson më shumë Arbanën se sa Ledionin tek ajo punë. Jo, Si mendon se ja ka thënë? unë nuk e mendoj këtë pjesë, sepse që ti unë e e njeh, njoh, po. unë e njoh Alketën, e Alketa kur e thot diçka, nuk e thot me asnjë qëllim të keq. Gjithmonë pasi që Arbana, nëse e mban mend, ka qenë edhe në X Factor Albania, Po. ku ishte e ftuar dhe ka bërë një monolog. Ka bërë një monolog, po, ku flet për eksperiencën e saj, Pikërisht tek topi, ose për luftën që bëhet në televizion. E ka bërë pak pra ti thua që ishte luftë. luftë. Ti Nuk- flet nga eksperjenca jote? Jo, as pak, unë eksperiencën time e kam pasur kaq të bukur aty. Le tani hajde nxirri gjitha këtu tani. Nuk është e vërtet, unë e kam pasur eksperiencën me gocat, Okay. me Shizon Top, Shizon Air, ka qenë shumë e bukur edhe po ta kthea kohën mbrapa prap do ta bëja asgjë, sepse jam kënaqur shumë. Nëse do ishe ti Arbana Osmani, a do ishe kthyer sërish tek topi? Po, Vërtet? po do isha kthyer, nuk mendoj se duhet të mbash mëri me njerëz që të promovojnë. Atëherë një arsye Në tjetër, fund të fundit, Arbana Osmani është promovuar nga topi. një arsye tjetër që do e mbante peng Arbanën për të kthyer prapë në top. Nuk e di se çfarë mund të jetë. Nuk e di, unë mendoj ndoshta Big Brotheri. Pasi që aty u Thuhet se ajo bë do marri fermën VIP po. tek Vision Plus. Do marri firma VIP, domethënë në Vision Plus, nga topi shkoi në Në Vision Plus. Urime vitin e ri. I urojmë shumë suksese. Gjithmonë Po, i suksese. urojmë shumë suksese Arbanës, por Kjo është jeta. kjo është jeta, po. Kjo sprova, si që thot vllai im, Po. thot mu, kjo është jeta, këtë sprova, vllai jem. Tani tjetër çfarë ka ndodhur ka qenë edhe martesa e Vleros, e treta herë, e treta e vërteta. E treta e vërteta. Apo s'është kështu ajo? E shkuar e harruar është ajo. Shkuar e harruar, more. Na i bëre këngët lëmsh për shesh. Vdiqa. Po gjithsesi, kjo ishte vërtet e lezetshme, se e treta e vërteta. Me që jemi te Big Brotheri, ajo hyrja e Krucitës si t'u duk? Për Krucitën mund të them, si mu duk që ishte akoma e qetë. Po, është. Sepse ndoshta nuk e di, mua Krucita më duket shumë njëri që pret, po jo shumë gjatë. Po. Pret vetëm pak se tani ajo sa hyri. A mendon se do bëjë ndonjë lojë të fortë, do bëhet një lojtare? Për mendimin tim unë mendoj që ajo do bëj një lojë, po jo lojë, po do i trazoj të gjitha ujërat. Okej, i urojmë shumë Unë suksese. shpresoj shumë të më zhgënjej Krucita. Besoj që do e bëj lojë edhe unë, kam një përshtypje. Mere jetën time do kam fal, mere je pa shpirt të gjitha ti fal, po ti e pa spet, po ti ja, se të duen, kur unë nuk jam. Edhe ajo, Tani, Blero ishte martuar, se? Për herë të për tretë? herë të tretë, dhe vajza e vet e djeg. E ka Kalle! Ka kaldas me ngota vetë, për herë të tretë që e shef babin tu martuar. Po mua më pëlqen kjo gjëja, sepse nuk duhet të ketë asnjëherë kjo, sepse kam vënë re në shumicën e shqiptarëve që janë këto kur martohet për herë të dytë apo të tretë etj etj. Fëmijët e kanë e bën gjithmonë një step. Po pra, një hap mbrapa. Stepen pak Po mbrapa dhe dhe nuk e di, po kjo mua më pëlqeu sepse ajo ajo tregoi që vazhdon akoma, duhet të jetë akoma që Krah babit. të jetë ta suportoj babin etj etj. Dhe kjo mua më pëlqeu vërtet shumë. Shpresojmë që ti heci kësaj radhe se e treta e vërteta. O Gjeti, po për çfarë mendon se ishte e nevojshme kjo dasma e treta? Mendon se e ka bërë për vëmendje pak? Për të tërhequr vëmendjen e mediave, për të qenë pak në qendër të vëmendjes? Me siguri, po unë mendoj se ai e ka bërë për vëmendje pasi që Dasëm e tretë. dasëm e tretë dhe normalisht ka humbur pak si emër Blero. Po, ka humbur, po Nuk ka bërë mas, ka nga tjerë. është këngëtar. Në qendër të vëmendjes duke bërë këngë, duke u martu. Po pikërisht, po tani 6 herë. Po qa tani, po më akuzon mua që jam artist, qa? Jo, Që ne artistat gjejmë mënyra të ndryshme. Jo, të lutem shumë.
ti je artist që je në qendër të vëmendjes me këngë tani. Nuk je si Blero, Jo, ti je je martuar 3 gabim. herë. Unë në Se- qendër të vëmendjes tani jam me 5 minuta fam. A po mirë tani, ti në qendër të vëmendjes je me 5 minuta fam, po prap te kënga ngelesh. Normalisht, Je normalisht. gjithkohë studio, je gjithkohë me Sigurisht. artista, je gjithkohë të punuar. Nuk jam duke u martu. Po. Po. Kështu që kjo tregon që je një artist që do të jesh në qendër të vëmendjes me artin tënd. Po, Dhe po, jo po, duke po, sigurisht. përbuj në për media sociale dhe në për Por gjithsesi unë mendoj që ai e ka bërë për vëmendje për të marrë sërish atë bumin që ka pas në fillim dhe tani ndoshta do filloj me këngët e veta, të bëj single të reja, por që Po. Me thënë, Nuk e di se çfarë mund të Si ndodhi. nisim karrierës nga e para, bëm një dasëm. pikërisht. Okej, e heqim Bleron, Ore, unë kështu do e bëj nëse më humb në njëherë emri do them do të bëj një dasëm. një dasëm. Për Po jo herë një, jo një dasëm, do i bëj 3 radhazi, 3 radhazi, okej. direkte. Por që nuk di. Unë dua të përmend edhe një lajm tjetër që jo një lajm, po një bëm e fundi që është bërë, Që që ishte shokuese. shokuese dhe më ka ardhur vërtet shumë keq ku ka marrë vesh që Diana Kalo pëson hemorragji cerebrale. Po. Dhe ishte vërtet e tmerrshme, 25 vjeç, shumë e re. Ishte shumë e re Ishte shumë dhe- mirë, dhe nuk e di se si ka ndodhur. Gjithsesi mua më duhet ta lexoj këtë lajm sepse ishte Po, patjetër. Thotë që modelja e njohur Diana Kalo po kalon një nga momentet më të vështira të jetës së saj, pasi ka pësuar hemorragji cerebrale si pasojë e një malformacioni arteriovenoze. Sipas informacionit të bërë publik, gjendja e saj shëndetësore është rënduar dhe aktualisht ajo nuk është në gjendje të lëvizë dorën dhe këmbën Po. e djathtë. Ndaj ka nevojë për kujdes të specializuar dhe trajtim të vazhdueshëm. Në ditët në vijim, Diana pritet të nënshtrohet një operacioni urgjent dhe shumë delikat në tru. O zot. Pas ndërhyrjes do të nisë një proces i gjatë rikuperimi, i cili përfshin rehabilitim intensiv, terapi fizike dhe trajtime neurologjike me synim rikthimi gradual të funksioneve dhe forcës. Tani është hapur dhe një GoFundMe Për të mbledhur. për të mbledhur para. këto para dhe për të bërë të mundur operacionin e saj. Janë mbledhur të gjitha parat, por Dhe unë kam sigurisht- lexuar një lajm që doktorët e shtetit, edhe pse i kishin mundësinë për ta prekur, nuk e preknin. Prandaj u hap GoFundMe dhe gjithë shqiptarët kontribuan për të shpëtuar Dianën. Juraf plasja. Do të thënë Mos bofshi shteti pik në hajrit. Shteti nuk ndodhet në asnjë moment për ne popullin kur kemi nevojë, kur kemi probleme, kur Turp. ajo është 25 vjeç, u ndodh në një fatkeqësi dhe shteti nuk e prek, kështu që u detyruan ta çojnë në për klinika private. Nuk e di çfarë mund të them për këtë seriozisht, por që gjithsesi duhet t'ju falenderojmë të gjithëve juve që keni kontribuar para, për Dianën dhe I urojmë duhet të shkuara. duhet të qëndrojmë të gjithë gjithmonë bashkë për të ndihmuar njëri tjetrin, për të treguar që ne jemi human të gjitha. Po. Ky është mesazhi im i sot. Po dhe i imi, shpresoj që të bëhet mirë, të shërohet, ta kaloj operacionin me sukses, sepse secili prej nesh mund të ishte në vendin e saj, dhe faleminderit të gjithë shqiptarëve që jeni kaq njerëzor edhe empatik për të gjendur në të tilla raste. E di, më erdhi një moment për të qeshur se mbarova unë dhe thash ky ishte mesazhi im për sot edhe kjo edhe i imi dhe unë. Tani, mos e kthej në nota humori. Lëre, stri njerëz si njeri. Po tani çfarë mund të them? Por, a di çka ka ndodhur tjetër tani? Çfarë? Ka ndodhur edhe ajo e fundit fare që unë jam bërë shumë nervoz për këtë pjesë. Pse? VIP-ave dhe influencerave dhe blogerët e tjerë duhet ta hapin nipta. Po. Ç'është kjo? Na lini të marrim lek. Dum lek o zemra. Tani. Ska, asiloj leku. Po si sa si lek? Asiloj. Po asiloj. Asiloj leku. Po është bërë tamam si loj, është bërë si Big Brother, jashtë Big Brotherit. Tani, që të kalojmë pak të tema, se zjatëm shumë me lajme, me... Po pse se e Tema. acaruar ti për këtë pjesë? Jo. Pse nuk do hapësh ti? Kismet. Nuk e kam në plan akoma. Kapeni. Blokoja. Vdiqja.
Që të kalim pak tek tema, që çfarë do na thuash për temën se unë e thash një herë. Atëherë, tema e ditës për sot është jeta fake në Instagram. Pra, a do presim për postimin e radhës? Apo do bëjmë një të pabër? Po, në hiç mënyrë. Siç e dim, të gjithë kemi buzëqeshur, kemi bërë sa herë që bëjmë foto etj, jo, jeta në plazh, fotot, ato editimet etj, dhe kur bën ato editimet zakonisht në për femra, është ajo lakimi i trupit që e bëjnë kështu dhe ajo pema mbrapa që ka marrë një formë kështu. Ose drasa, drasa. Pra si është e vërteta? Tani, unë mendoj që jeta në rrjete sociale na ka mbyllur pak syt për të jetuar realitetin. Kemi harruar të jetojmë realitetin. Kemi harruar të kujtojmë se jeta jonë reale nuk është kjo. Nuk është kjo. Jemi ne pa këtë që jetojmë me njerëz të tjerë, bëjmë muhabet, kënaqemi, qeshim. Prit pak. Prit, do flas unë tash. Po, vazhdo. Kjo gjëja këtu që kam unë në dorë, na është bërë një organ i jashtëm, jashtë trupit ton. Imagjino, unë kur futem në makinë për shembull, ku telefonin? Jo, gjëja është e bëj gjithmonë telefonin mes këmbëve, e bëj kështu poshtë, e tani sa herë që dal, e marr këtë një herë dhe pastaj dal vet. Po. E kupton gjithmonë. Kemi me zinxhir nga mbrapa tu e tërheq. Edhe një gjë tjetër është që të kesh një aksident, të bësh një aksident etj, dhe të shpëtosh telefonin një herë, pastaj të shpëtosh veten. Po, patjetër, e ke kështu në makinë, vjen makina tjetër, hopa, heq telefonin mbrapa dhe se dilja dhe ai lesh po vdiqet ti. Është e rëndësishme se na jep lekët. Edhe juve ra flasja që na keni bërë me nip tonë. A mendon se rrjetet sociale ndikojnë në psikologjinë e njeriut? Unë ndikon shumë. Domethënë, sidomos në psikologjinë e të rinjve dhe adoleshentëve. Unë do flas për veten time, unë kur kam qenë në X Factor kam patur shumë komente negative dhe normalisht i kam përjetuar aq keq sa nuk e ke iden, sepse ishte hera ime e parë që marr pjesë në një reality. Jo hera ime e parë, po që u bëra pak më ishte pak më e bujshme për ty. Po, pikërisht. Edhe kishin filluar të gjithë, ishte njëri që thonte aty ja mandin i shtulla nga AliExpressi dhe kishte lloj komente tjera. Komente buizuese, ofenduese, si një shqiptar, no. Dhe gjithmonë unë vetbesimi sa vinte më poshtë, sa ndonjëherë do ja bësha ku është. Ndikojnë. Kjo që fole ti ndikon kur je personazh publik dhe të sulmojnë në rrjetet sociale. Sigurisht po, edhe nëse nuk je personazh publik, e ndjen presionin. Jo, është për shembull një person tjetër që ty të ka inat, hap një Instagram falso dhe të bën një koment që ta prishi fare ditën. Ke dhe nga këto. Ose ngacmimet për shembull etj. Ngacmimet lëreti, mund të ketë ngacmimet seksuale, pedofilat që ngacmojnë vajza nga 15 vjeç, prindrit që i lejojnë fëmijët që në moshë të vogël të kenë mjete për të folur në rrjete sociale me njerëz të huaj, ka shumë faktorë që ndikojnë në këtë zbehjen e realitetit dhe futjen me kokë tek rrjetet sociale. Kur i futen dhe duke parë që jo vetëm brezion, po dhe moshat që janë më të mëdhaja, moshat që janë moshat e treta, janë bërë të varur. Shikon kudo edhe moshat e treta me telefon në dorë, njësoj si ne. Është pak e frikshme edhe kjo. Ose kur bëjnë ato TikTok e të gjërat edhe fillojnë bizu bizu, kuku. Por, çfarë doja të thoja, unë nuk e kisha sa e kishe ti tek komentet edhe tek presioni që mund të ndjesh për shembull kur je personazh publik, kur nuk je personazh publik dhe prap mund të komentojnë me Instagram e fake. Por e kisha tek ndikimi, se çfarë ndikimi kanë rrjetet sociale ose personazhet publik tek fëmijët ose tek rinia, sepse e shfaqin veten perfekt në rrjetet sociale, shumë influencers që e tregon jetën e tyre perfekte, duken të pasur, duken me forma perfekte, duken me një fytyrë magjepsëse që është me face-up normalisht. Sigurisht. Dhe shumë adoleshent bien pre e kësaj propagande. Dhe juve do thoni pse Xheti është bërë kaq i bardhë sot, për të treguar që kjo është tema e ditës. Që unë sot jam bërë si hi e bardhë, ndërkohë
kjo është ajo që më ka bo, Ku çetra. ku qedra këtu, duhe shajeni, se kjo tani po nuk mi rregulloj mirë ato, të mi bëj editimet mirë, etj. Po, o që do i bëj unë kësajt. Do ta nxjerr kështu si palaco, do ja bëj ato flokët kështu si. Shikon, rregullojmë vetë, dëm shumë. Po ç'kjo Ti ke nevojë për mua. Se ti s'di mu ly. Ç'a ka thon? Se bëj shak. Masi e ke dhënë dorës e të naçu, domethënë. O zemra. Si e? Se si është ajo prit, është një kështu, Kështu edhe prap edhe një Prit, këtu. më bën? Pa. Prap edhe një këtu. Ba. Dhe që këtë për çfarë po flisnim se ma hoqe tani? Jo, po flisja për këtë që çfarë ka ndodhur. Po çfarë ka ndodhur në Sot, fytyrën tënde? Po. fytyra ime është bërë aq e bardhë sa që duhet të rregullohet në fotot. Dhe fotot do i rregulloj Fotot do editohen. me FaceApp do i bëj kjo. Jo me FaceApp. Me çfarë bën ti? Ti me FaceApp unë ty. Me çfarë bën ti? Po ka aty lloj-lloj, ka Snapseed, ka Po mos i trego, pra mos i trego, Mirë, se i okay. marrin tjerë. O, i marrin tjerë të dhe thënë ja. Nuk e dëgjua ty këtë. Nuk e dëgjuat, po. A mendon se influencerat janë shkaku kryesor i kësaj gjëje që po na ndodh? Sigurisht. Janë shkaku kryesor. Sigurisht, është shkaku kryesor sepse nga që kanë aq shumë ndjekës dhe ndjekin çdo gjë, çdo hap në jetën e tyre. Dhe çfarë bëjnë ato, njerëzit e tjerë mundohen t'i ndjekin, të bëjnë të njëjtat gjëra që ato bëjnë. Është vërtet. Dhe sigurisht që influencon nga influencer. Dua të marr pak edhe një rast që nuk ka të bëjë me paraqitjen me jetën e tjerë, po ka të bëjë për një ndikim negativ në jetën e nënave ose fëmijëve që ka qenë Eliona Pitarka, e cila shpërndan në rrjetet sociale se si i ushqen fëmijët, çfarë medikamente shmerr, dhe ka sugjeruar dieta ushqimore për fëmijë, duke përmendur emrin e një doktori, që ai nuk e kishte autorizuar për ta bërë këtë gjë. E ka bërë me koshiencën e saj. Momentalisht unë di që është hedhur në gjyq Eliona, po, dhe mund të dënohet sepse mund të Po ti Eliona ç'pate me story? Është disinformim për nënat e tjera dhe për fëmijët që mund të jetë shkaktari. Po ti me Eliona ç'pate, nuk të rri, nuk të rri buça, nuk të rri. Po maj, mi grua ty, maj, e ka hap niptin? Niptin se di unë, këto se hapin fare, kot Mirë. janë ligjet se si hapin niptat. Janë sa përshkrim. Do më thënë rregullat janë bërë për të thyer, thua Po ti. pikërisht. Ligji ka për një këtë. Se tash me ta kjo. Tani. Se unë bësh ata, që pun ka mund me niptin, nuk se po bëjnë një reklam në që ku bëj unë, Instagram ke, po më shef, ku unë vetëm Po atë që more ti 1.000 euroshin. qa 1.000 euro. Le, ti ke bën një reklam ti që ke marrë 1.000 euro ke marrë. Le. Gënjen. O e di unë. Gënjen, nuk O e di unë. Po për kot marrë po them. E di O unë. ti, pse gënjen audiencë? Ua. Ore e ka Tani. bërë po them për shtëpi teze utës. E ka bërë. Se utës se u ferëm. Vërtet, a thua që vërtet jeta jon matet me like edhe me views? Jeta jo nuk matet me like edhe me views, por ndoshta matet fama. Ti thua vlera. Vlera jo. Vlera jon matet me like edhe me views? Jo. Atëherë çfarë? Vlera jon matet me të qenurit njeri, me të pasurit shoqëri, me të pasur familjarët, dhe të jesh gjithmonë aty për ta. Ka shumë gjëra që të jep vlera në këtë botë, sepse ti mund të kesh shumë views, mund të kesh shumë like, edhe mbrapa kamerave je njeri i keq. Kështu që nuk mund të matet me Unë atë e di like dhe që me je një views. njeri i keq. Kushu? Pa kamerave. As që kam asnjë lloj dyshimi, se Shiko, pik unë- dyshimi. E le emisionin këto. Po i? Tjetra. Jo mikrofonin. Unë dua të them që edhe influencerat e kanë vënë që shesin shumë jetën e tyre. E shesin, po, tani, influencerat puna tyre, ajo është, domethënë, në rrjetet sociale, shesin jetën, Po çfarë bëjnë në pse? mëngjes, çfarë bëjnë në drekë, çfarë bëjnë në darkë, ku Kos. dalin, ku shkojnë, kos, po. Kos. Është thjesht të jesh influencer këtë gjë bën.
por influencojnë duhet të influencojnë në një mënyrë të duhur të tjerët. Jo siç e bëri ndoshta pa dashje Elona Pitarka që përmendi emrin e një doktori që nuk e kishte autorizuar fare për të përmendur dieta ushqimore për fëmijë. Edhe në fund fare u hodh në gjyq. Domethënë duhet të jesh shumë të kujdesshëm. Nuk mund të jetë çdo person influencer. Unë nëse nuk e marr riskun të bëhem influencer, nuk e marr sepse ndoshta nuk e di 2-3 rregulla që ta bëj këtë punë. Kupton? Nuk mund të jem unë e bukur e zen, të kem një jetë të mirë dhe të bëhem influencer me kaq. Unë duhet të kem shumë informacion. Me këtë që sapo them më kujtuar Ariana Grande. Çfarë? Ku më përpara Ariana Grande ka qenë pak më e mbushur, ka qenë shumë herë më e bukur, për mendimin tim, ka qenë shumë herë më e bukur. Dhe në një intervistë dhe thot unë atëherë kur kam qenë pak më e mbushur dhe dukesha sikur isha e lumtur, nuk kam qenë e lumtur, kanë qenë vitet e mia më të errta. Po, është e vërtet. Kurse tani që tani që është bërë si skelet, aludohet sikur është smur, sikur nuk është mirë, sikur ka probleme, von nga ankthi, nuk është e shëndetshme, nuk ha. Ajo thotë që unë jam shumë mirë, jam në periudhën më të mirë të jetës, nuk kam qenë kurrë më mirë se kaq. Domethënë kjo tregon që jo gjithmonë dukemi ashtu siç, domethënë jemi ashtu siç dukemi. Pra nuk është Instagrami problemi, po është jemi ne problemi me pak fjalë. Jemi ne. Instagrami dhe rrjetet sociale dhe çdo gjë tjetër neve na hyn në punë dhe na kanë ndihmuar shumë për ta lehtësuar jetën sot. Sepse më përpara nuk kishin as ChatGPT, nuk kishin as Google që të pyesnin për diçka që nuk e dinin, por do studionin shumë, do i gjenin nëpër libra, do lodheshin dhe ata që ishin të ditur sepse kishin investuar për të qenë të ditur. Kurse sot ndoshta nuk e i ditur, po në një moment që ti nuk e di, thjesht shkruan aty një pyetje dhe ta shpjegon ChatGPT-ja i merr vesh gjitha, kupton? Na ka lehtësuar shumë punë. E vërtet, është shumë e vërtet. Ne duhet të dimë të ndajmë jetën reale nga jeta e rrjeteve sociale, sepse nuk është një, janë dy skaje të kundërta, janë dy skaje të ndryshme, dhe duhet të dimë që jeta që ne jetojmë është jeta që ne jetojmë jashtë kësaj, nuk është brenda kësaj. Jeta jashtë asaj është tamam, po. Kurse jeta që është këtu është gënjeshtër. Nuk mund ta quaj totalisht gënjeshtër, nuk është gënjeshtër e gjitha, por shumica e detajeve janë gënjeshtra, kështu që mos u bazoni fare në rrjetet sociale, në ato trupat perfekt, në ato fytyrat e bukura. Sa fytyshe. Po pse? Deri tani po i shate, po i bote, tash jo nuk është gënjeshtër. Jo plotësisht tash, duhet mi lexosh fjalët tamam, po i argumentoj. Nuk është gënjeshtër plotësisht, se për shembull. Mos fol me kamerën për shembull. Unë mund të lexoj për shembull një libër. Ditë lexosh ti? Bravo. Po, ditë lexoj. Tani, unë mund të lexoj një libër edhe e hedh në rrjetet sociale, për shembull. Unë jam duke lexuar vërtet atë librin dhe mund ta hedh në rrjetet sociale. Ua, po disa e bëjnë veç për portmi aty, vënë aty para, bëjnë po krap. Ja, sa i bukur ky libri. Bëjnë edhe për ta ngërllit. Edhe di ça e bukur është që hapin fiks mu te mesi i librit, që do duket gjasme ka kalut sa faqe, edhe pastaj e postojnë krap. Jo, ashtu e bëjmë kështu për çështje fiti të bukur, kupton? Po gjithsesi, unë dua të përmend edhe Stelinën, ato komentet që i kanë bërë Stelinës, është puçrave. Shumë demoralizuese dhe shumë nuk e di. Janë shumë skandaloze, të gjithë njerëzit kanë probleme me akne, të gjithë njerëzit kanë defekte, nuk jemi perfekt. Sigurisht. Vetëm se ajo ka marrë pjesë në një një emision si përputhen apo tani është në Big Brother, nuk do të thotë që duhet të jetë perfekte, duhet të jetë pa puçra, duhet të ketë hundën perfekte, buzët perfekte. Por sepse në një farë mënyrë mund të jetë edhe faja e saj, sepse asnjëherë nuk e ka treguar fytyrën e saj siç është. Nuk e ka treguar ndonjëherë. Domethënë ka qenë gjithmonë e sovatuar. Po, ka qenë gjithmonë në rrjetet sociale. Siç je ti tani. Nuk jam unë. Ti më the mua në fillim të emisionit që jam e zbet. Ky ka po pra, jo, vetëm pak. Të thash, jo, unë e kam thënë këtë që je e zbet pa make-up. Po tani? Me make-up të vjen ngjyra ti sikur ke marr serum, ke marr infuzion. Sa po më the tani? Se vetëm të jem unë, më the mua në fillim të emisionit më dukesh pak e zbet. Sepse nuk kam vënë shumë make-up, kupton? Por kam vënë make-up. Jam kështu. Dëgjoj. Ti, Kristina, mos keq interpreto fjalët e mia, sepse
Mos keq interpretoni fjalët e mia. Sepse unë të thash ty që në fillim unë e kuptoj Kristinën kur vjen këtu, sepse e kuptoj kur ajo ka vënë make-up dhe kur nuk ka vënë make-up, sepse ajo kur nuk vën make-up është tek Boll tashi. pa make-up është si ku di unë, i ikën ngjyra fare. Pa make-up jam kokë rrylli dhe kam hedh vetëm pa make-up, kështu që ti pusho, do ta vazhdojmë pak më vonë këtë bisedën edhe të kalojmë në një rubrikë tjetër, jemi se më shumë po zihemi se po bëjmë emisionin. Në rregull. Hajde. Po s'bëhet emisioni me këtë prit. Do e lë fare. Tani kthehemi në këtë rubrikën tjetër që është pak më interesante. Nuk e kemi bërë ndonjëherë. Nuk e kemi bërë ndonjëherë, a thua se e kemi bërë neve. Gjithsesi. Gjëja është që neve duhet të marrim dikë në telefon dhe të hiqemi sikur jemi influencer me nam dhe duhet të blejmë disa gjëra ose disa veshje për mos i paguar dhe për t'i bërë me reklam. Apo me marketing, me clearing e tjera. Por gjithsesi unë nuk e bëj këtë gjë, do e bëj Kristina. Po, sigurisht ta bëj. Jepi tash. Zgjati çika, zgjati. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, dëgjoj, si je një herë? Mirë, si jete? Mirë. Unë jam një influencer, kam parë dyqanin tuaj, edhe doja që të bëja disa blerje aty, po duke qenë se jam influencer, mendova që t'i bëja reklam në Instagram e në rrjetet sociale. Si ke emrin? Unë emrin e kam Kristja. Kristja, gja. Ne nuk bëjmë me influencer, me të drejtën, ti shumë faleminderit për ofertën. Po të lutem më dëgjoj një herë, se kam nevojë ta bëj këtë si punë. Prandaj doja në fakt punoja me ju, ose si modele. Sa ma ke gjetë mua? Ma kanë dhënë numrin. Kush ta ka dhënë numrin? Ma kanë dhënë, sepse më kanë thënë që merresh edhe ti me influencera edhe me dyqan Kush ta e ka dhënë kështu. numrin tim të pyet? Ma ka dhënë një shok. Kush shok ta ka dhënë? Nuk ta them dot emrin se nuk dua t'i ha probleme, po ma ka dhënë një shok. Po, pa emër, pa emër, kush ta ka dhënë? Më duket fare tamam, ë? Ti qoftë do me po influencë, që është për të faqe rezultare, nuk që të më kërkojnë numrin, nuk në i që tjetër. Nejse, më shkruaj me Instagramin tënd personale dhe pa ashtu folim. Okej, dëgjoj, ndoshta nuk më njeh mua, unë jam Kristja, nuk e dija që kam dalë në TikTok edhe në Instagram. Kristja, nuk të kështu, ndoshta të kam parë, po ndoshta të kam të në rend. Se kam studiuar mirë. Okej. TikTok, po vetëm thuj pa kush ta ka dhënë numrin, ma thuaj pa kush ta ka dhënë. Jo, po unë numrin nuk ta them tani se i bie ti ha punë aty, probleme. Po edhe ai prapë më hap punë që ma shpëndra numrin kotën kop. Meri dëgjoj, jemi Kristina dhe Xheti. Po ti të raf plasë se mate lojën më shumë. O, zoti, mama. Jemi në emision edhe të morëm për të bërë një prank të vogël. Të përshëndesim edhe të puthim shumë, je shumë e mirë. Hajde, Urime vitëri. Rapoj më keq, mani. Do na e marri hakun se. Diqa fare. Hajde se flasim, faleminderit. Të puthim shumë. Edhe unë që të pasim. Edhe ne ty. No. Tani do bëjmë edhe një telefonat tjetër dhe të shohim si do të shkoj. Ja, do ta shikojmë këtë do marrim. Alo, përshëndetje. Shëndetje, si jeni? Mirë, si jeni ju? Dëgjoj, unë të mora sepse kam parë dyqanin tuaj të rrobave dhe jam një influencer që do doja ta reklamoja. Të merja veshje aty edhe t'i merja me clearing. Mund të më shkruash në Instagram të lutem. Jam Krista, nuk më njefti mua? Se më njohin të gjithë prandaj. Jam Miss Peqini, kam qenë Miss Peqini. Jam shumë e njohur edhe prandaj do doja të bashkëpunoja. Të
Lutem ti më shkruaj në Instagram. Të kthej përgjigje aty. Alo, përshëndetje, flas me Silvana Rusin? Po, unë jam. Dëgjoj, unë jam një influencer, kam qenë Miss Peqini dhe doja që të merrja pjesë në një videoklip tënd si imazh kryesor. Po, dhe të mirë, do mund më thuash pak emrin të lutem? Krista jam, nuk më njefti mua? Nga që kam dal shumë shpesh në rrjetet sociale, jam influencer shumë e famshme. Oj, Krista e Tirit apo ndonjë Krist tjetër? Jo, nuk jam Krista Tirit, unë jam Krist tjetër. Më falë, sepse më erdhi këtë telefonata kështu si bomb. Po. Mirë, o zemra, ti tani më thuaj... Dëgjoj, disi jam brune, e gjatë, i kam si boqeu, po. Jam e egër, edhe do doja të isha pjesë e një videoklipi tëndit. Ka që dua të bëj Peqinin krenar. Shiko, më ka vajza të shumtuara, po edhe si kush di më shumtuara në botë, me këtë lloj prezantimi që bëre, do vish pasjes në klipin e mi. Më kënaqe. O, Silvan! Jam gjeti. U të raftë pika. Jemi në emisionin e ri që kemi hapur në 5 minuta fame dhe do të bëjmë një prank kështu. Po, jam Kristina, unë kolegja. Unë jam kolegja e Xhetit dhe jam Kristina edhe të morëm për të bërë një prank super. Kjo është Kjo ishte një gjë shumë e bukur. Miss Peqini. E egër. Nuk e ti, bravo ju qoftë, me bët prankut si që dishët vetë. Kjo ishte prank shumë i vërtet. Shumë i vërtet ishte. Miss Peqini. Të falenderojmë Kristina, shumë. patjetër do jesh në një nga videoklipet e mia ose vitrore. E more dhe ofertë. Po, faleminderit. Patjetër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju përshëndes. Faleminderit, të duam. Ciao. Familjarisht. Ciao. Alo, më falë të kërkoj ndjesë e mbylla sepse më morën në telefon gjysha nga Peqini. Do të shkruaj në Instagram, po mendova se me nje se unë jam shumë e famshme në Instagram në TikTok. Krista quhem, nuk e dija të kam dalë ndonjëherë. Jo, nuk më ke dalë. Jam Miss Peqini. Më falë si po tallesh me mua? Jo, jam vërtet Miss Peqini dhe dua që të bëj krenar qytetin tim dhe mendova që të bëja disa bashkëpunime me disa dyqane dhe më pëlqeu shumë dyqani juaj e rrobave. Të kuptoj, po mirë, mua më shkruaj në Instagram dhe unë do të kthej përgjigje aty. Po ti të raf pjasa nuk e zgjati cikëre? Gjeti jam, gjeti. Po pra, vdekshë. E që shke debile. E ka seriosisht. E ka seriosisht apo talle. Jemi në emision tani. Jemi në 5 minuta fame dhe unë jam kolegja e Xhetit dhe thjesht po të bënim një prank. Po. Mirë s'lash në gjë tjetër. Se ju shava jashtë telefonat. Po zot. Mjafton që s'na shavin telefonat. Ua. Të përshëndesim. Po dhe ti e burë kishe majti cikloje në burë, kishe vazhdoj cik. Po se s'pe kuptoja, thash se ishte me vërtet në debile, thash. E përsëris, debile. Oh, giqa. Shumë sukses. Shumë faleminderit shumë. Të përqafojmë. Përqafoj. Ciao. O zoti ma. Okej, këto ishin në telefonata tona që bëm prank me influencers, kemi qeshur pafund. Tani do vazhdojmë pak me skeçin. Po ikmi debile. Po ikmi debil. Sa e bukur kjo. Që qa veshje pas ka kjo, mërë zot, qa ka marrë ka që thjesht sot.
Isha, nuk thot në i që Jeti? Si e? Mirë. Kristina? Nuk po më mban më? Kristina? Po, Kristina, nuk po më jeti më? Në zëmë për shafosh? Po. Si e? A je mirë? Mirë. Po, Jam kaloti shumë se e shumë lumtur. nxehtë. Jo, të se lutem. dua të rria për teje. Jo. Dua të rria për teje. Ah, Prandaj, po pse po më përzeu kështu? Ç'a problemi ka? jo. Të kam thënë patatina. Faleminderit, ta hajmë bashkë? Po. Si e një, ç'a bën? Jo, nuk po më hajmë mua, se unë erdha i përgatitur. A, ke ngrënë në shtëpi? Nga në shtëpi Unë prandaj. vetëm to hajë ditën. Po kështu, ua. Ky make-up i shumë i bukur sot, nga kush ta ka bërë? Vetja. Duket. Pas ke Unë një sy të kam- tretë. E kam në specialitet të make-upit. Pas ke një sy të tretë këtu. Ku kjo? Është nishani i ri sot në mëngjes më ka dalë. Sa i burr ka dal. Po më shef mua në shtëpi, po më shef ai. Po nuk shef nishani. Po jo, mua më Gjo. duket sikur është sy, prandaj edhe për pak më hyri në Mbanë gojë. ato bisedat romantike që kemi bërë në Instagram. Po, që mos i bëfshe. Pse mos i bëfshe? Jo, Mos i Mos- bëfshe. jo, duhet i bëni, po duhet i bëni pak më bukur Më gjëra. bukur, më. Po. Nëse jemi nxituar mendon ti, a? Aq ftohtë që nga jashtë. Pse? Po të janë skuqur shumë Jo, faqe. është make-upi se unë vëm gjithmonë më mirë to much se sa less. Ha. Po, Bukur. do të thoya unë ty. Po, që ke për pak pis këtu. E me skuq se ne marr gjithmonë me vete prandaj. E mirë me vete? Ja. Më shumë mirë, shumë mirë. Po, Me që ma kujtove të lyemi çikta. që do lyesh më aty? Ha? Në lyem se e kam shumë kështu vëskuqin. Si kështu? E kam fiksim. Duket. Desha që të dilja te pjesa që unë kam ndërruar gjithmonë një shtëpi të madhe me ty, të jetoj me ty. Ty kam jetuar një shtëpi shumë të madhe, që ta kemi ne të dy dhe mendoj që 10 fëmijë do jenë mjaftueshëm. Ha? 10 fëmijë bashkë. 10. 10 fëmijë bashkë. A kemi biseduar kështu në rrjetet Jemi sociale bukur se tani? tjetër, e të Se po më bën si i habitur, ai gjeti që kemi folur. Ke diçka këtu? Kam këtu? Ah, E buskuq? Apo kështu, para ti? budun si qep. Po hëngra suflaqe me qep para se vje. No, unë mendova se kishe nga një mish kështu, një krudo, një... Jo, unë si ha ato, unë i hedh sa për kështu në Instagram për qep. Një influencer jam së sta. Aha, e paguan kështu beseve. Ku në lokale? Po, Qa, fleti s'fus dorën në xhep. po kështu i paguan. Po në Instagram, kam shumë followers aty. Ti paguan tjera? Jo, në Instagram. Postimin e hedh në Instagram, unë ha qetos unë, e hedh në Instagram, kështu replay. Po mirë. Kështu në një gjë tjetër, çfarë do të më thuash për veten? Se... Po, unë për veten Komplet s'ishte tjetër gjë. me asnjë gjë një jetën, përveç Instagramit. Që marr nga Pinteresti, në Instagram, marr kështu se unë Mos fal shumë, se dukesh që më prishet e shumë 3D ky make-upi, shumë 3D. marr vesh. Ti me çfarë merresh? Çfarë punon? Sa i ke rrogën? Se unë strime njerëz me poshtë 2000 euro. Unë jam pak më real kështu, zakonisht punoj, kam një kompani time me ndërtesa dhe punoj kështu ndërtimtari. Ndërtimtari? Po. Si kështu jeti? Si kështu, se çka kam unë? Kishe një biznes, një gjë më shumë. Po, tani me kalimin e kohës, thash kur të njeh aty, ndoshta pasi dhe ti edhe influencer, edhe mendova që të arrisnim bashkë një biznes. Je allergjike kështu apo? Jo, thjesht dua të bëj make-upin. Është kështu se t'inspekt. Mos mik. Po. Mirë, shumë mirë. Heza unë nga që desha një shtëpi shumë të madhe me ty. Një shtëpi të madhe, fëmijë. Jo, ha njerë, ha. Ha njerë, mos fol njerë, qetësohu, merr frymë. Nga. Si ndihesh? Je mirë? Mirë. Ja, mirë jam këtu me ty. Shumë mirë. Ha. Po, që po bëhet ti? Në marrë mirë që për thirë se s'po në që rast. Solla unë qeto sa. Të lutem, a mundet diçka për vajzën? Kos. Lufra. Keni? Nuk ka. S'ka kos. Jo. Kali që kanë këto pa kos. Po si fast food këtu? Për robi maj kos. Se unë s'pi gjë tjetër, vetëm kos. Edhe kështu.
Je në dietë. Po, më çfarë dietë unë kam Instagram kota ato që hedh aty ose në dietë. Po, edhe një herë çfarë po më thoje diçka me shtëpinë të tjerë. Dua një shtëpi shumë të madhe, edhe ti domethënë kemi vend shumë fëmijë, ti e madhe fare. Mos, po. Sa fëmijë doja? 10. Çmë ti unë e zeza tani. Pak në tualetë, më kujtë që se erda. Këtu do jam.